Pika Nemo, vendi më I humbur I planetit, ku tregohet se jetojnë përbindësha të papar. Ekziston një vend në këtë planet, ku njeriu më I afërt gjendet në qiell, në stacionin e sondës ISS, rreth 400 metra lartësi, sepse nëse do të llogarisim distancën nga kjo pikë se ku është banimi më I afërt, duhet të përshkosh mbi 2700 kilometra për të mbërritur në ishullin më të afërt. Dhe ky vend gjendet mu në mes të oqeanit paqësor. Quhet Pika Nemo, ose poli I paarritshëm, sepse këtu nuk kalojnë kurrë anije, as sipër nuk fluturojnë avion, përreth nuk ka ishuj, sepse gjenden shumë larg, nuk kalon këmbë njeriu dhe nuk sheh kurrë drita. Këtu moti është tepër I ashpër, shpesh ka erë të fortë dhe tajfun. Madje peshkatarët tregojnë se në ujërat e pikës së humbur banojnë qenie të papara nga njeriu. Në fakt, NASA e përdor pikën Nemo për të rrëzuar satelitët e vjetër që nuk funksionojnë më, sepse duke mos qarkulluar kush në këtë zonë, mund të bjerë çdo send nga qielli. Me pak fjalë, Pika Nemo është vendi më I izoluar dhe tmerrsisht më I zbrasti I planetit Tokë. Pra, nëse për shkaqe të ndryshme gjendesh këtu, se ndoshta të kanë shtyr erërat, harroje që të mund të shpëtosh, veç nëse ndodh një mrekulli. Para 2 viteve, një tip me emrin Zak mundi që të arrinte në pikën Nemo së bashku me disa shok të tij, por për pak e psuan, sepse në pikën Nemo ka rryma shumë të forta, ndonjëherë të papërmbajtshme, dhe sipas të dhënave, atë ditë ata shpëtuan mirë. Emri Nemo e ka marrë nga kapiteni I librit të Jules Verne's, por për këtë vend tregohen shumë legjenda. Ajo më e njohura është e krijesës Kraken, një përbindës gjigant, që është në gjendje të përpijë anijet së bashku me njerëzit. Pra, Pika Nemo është vendi më I izoluar I planetit, mijëra kilometra larg nga njeriu. Juve, do t'ju pëlqente të shkonit këtu?